Përshëndetje. Le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026 për shenjën e Briciapit. Le ta nisim me muajin janar. Në qendër kemi mbretin e kupave, 5 shpatat, perandoresha, Magic. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin janar? Në janar, me sa duket, duke u sjell me butësi dhe me maturi emocionale, ju krijoni terrenin ku bollëku juaj mund të lulëzojë natyrshëm. Prandaj kartat këshillojnë të lini pas konfliktet e vjetra dhe të jeni më empatik. Për sa i përket marrëdhënies, në marrëdhënie ju kërkohet të mos ushqeni më betejat e vogla të egos, fjalët që lëndojnë apo ato lojrat e fituesit me çdo kusht. Kur zgjidhni paqen, do të thoja ndjeshmërinë dhe dialogun e sinqert, lidhjet mund të zbuten e të ngrohen, duke hapur derën për dashuri më të pjekur, më të kujdesshme, si me partnerin, ashtu edhe me veten tuaj. Prandaj shëroni ato marrëdhënie duke e zgjedhur zemrën mbi egon. Për sa i përket punës, mendoj se ju duhet të ecni përpara duke qëndruar të qetë dhe duke bërë thjesht punën tuaj. Kalojmë tek muaji i shkurt. Në shkurt, në qendër kemi mbretëreshën e shkopimve, 4 shpatat, mbreti i shpatave dhe zemërimi. Çfarë flasin kartat për muajin e shkurt? Ju jeni në një fazë ku zemërimi nuk është armik, por alarm. Ai tregon ku jeni ndier të neglizhuar apo të pambrojtur. Edhe këshilla për këtë është ta dëgjoni me kujdes dhe ta pranoni, pastaj ta kanalizoni, por jo ta shpërtheni. Shkurti është muaj ku ju shndroni zemërimin në fuqi, dilni nga pushimi i lodhjes, ngjiteni në skenë me vetbesim si mbretëresha e shkopimve dhe e mbyllni muajin duke folur qartë, me mendje të ftohtë e kufi të prerë si mbreti i shpatave, në vend që të lejoni që zemra e lënduar t'ju komandojë. Për sa i përket dashurisë, ju nuk doni të fshiheni më pas heshtjes së lënduar dhe kartat këshillojnë të flisni hapur, por me dinjitet dhe pa shpërthime, duke treguar se çfarë ju dhëm dhe çfarë nuk pranoni më. Ndërsa për sa i përket punës, në mënyrë radikale ju nuk pranoni më role ku nuk vlerësoheni. Kalojmë tek muaji mars. Në muajin mars, karta qendrore është 5 shpatat, asi i shkopimeve në të kundërt, drejtësia dhe Prism Oracle Confidence. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin mars? Atëherë në mars ju dilni nga një bllokim i lodhshëm duke u përballur me konflikte dhe duke zgjedhur drejtësinë mbi egon. Prandaj këshillojeni të mos prisni momentin perfekt, por të bëni hapa konkret sado të vegjël të jenë. Për sa i përket dashurisë, flitet se nuk ka më vend për lojëra pushteti, fjala të nënkuptuara apo gara kush fiton. Ju po mësoni të thoni mjaft kur një dinamik ju kushton paqe, të flisni hapur për padrejtësitë dhe të kërkoni marrëdhënie ku respekti dhe balanca emocionale, kanë fjalën, janë të barabarta me pasionin. Edhe në punë ju fitoni terren duke u besuar aftësive tuaja dhe duke marrë vendime të drejta, edhe nëse kjo do të thotë ta ktheni shpinën ndaj lojrave të pushtetit. Kalojmë në muajin prill. Në muajin prill, karta qendrore është rrota e fatit, 8 monedhat, 3 monedhat dhe Prism Oracle Movement. Çfarë thot muaji prill? Muaji prill është muaji ku gjithçka që keni punuar në heshtje fillon të lëviz fuqishëm përpara. Fati kthen timonin në anën tuaj, ju dilni më shumë në skenë dhe bashkëpunimet e duhura ju çojnë në nivel tjetër. Në marrëdhënie duket se ka lëvizje dhe mundësi për të ndërtuar diçka më konkrete dhe të qëndrueshme, sidomos nëse të dy palët investojnë kohë
edhe energji reale, jo vetëm fjalë. Edhe kartat këshillojnë të mësoni si të ndërtoni një ekip me personin e zemrës, ku secili duhet të ofrojë aftësitë e veta më të mira dhe vendimet të merren së bashku, jo nga fati i verbër. Ndërsa Prism Oracle, që është movement, konfirmon që prilli nuk është muaj stagnimi, por i lëvizjes përpara vendimeve dhe hapave konkret drejt qëllimeve. Prandaj në punë, ky është një muaj ideal për të korrur sukses dhe rezultate të punës së palodhur nga ju. Kalojmë në muajin maj, ku karta qendrore është dielli, 9 shkopinjt, 5 kupat dhe Prism Oracle i zëllimi. Çfarë thon këto karta në muajin maj? Në muajin maj, këshilla është të lejoni kurimin emocional, por pa u mbyllur në vetmi të pafund me izolimin. Pra duhet të dilni gradualisht nga lodhja dhe zhgënjimi drejt paqes që ofron shërimi. Për sa i përket anës sentimentale, ju vini re se sa shumë jeni lodhur duke mbajtur gjithçka mbi supe me 9 shkopinjt, dhe sa shpesh keni qëndruar me syt tek ajo që mungon me 5 kupat, në vend të asaj që është ende gjallë mes jush. Hapeni zemrën për gëzime të thjeshta, sepse karta e izolimit ju këshillon të përdorni vetmin si ilaç dhe jo si burg. Pra, merrni kohë për veten që të shëroheni, por mos e lejoni vetmin t'ju bllokojë diellin. Për sa i përket punës, duhet i lini pas shkënjimet e vjetra, edhe nëse jeni të lodhur nga luftrat dhe përpjekjet e vazhdueshme. Kalojmë tek muaji qershor. Në qershor, karta qendrore është asi i kupave, djalli, vdekja dhe Prism Oracle, paqe. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin qershor? Kartat flasin se ju liroheni nga zinxhirët e vjetër dhe i jepni vetes leje të pranoni përfundimet e pashmangshme, si porta drejt një jete ku paqja e brendshme bëhet prioriteti juaj kryesor. Ndërsa në dashuri, ky muaj kërkon kuraj për të parë qartë ku jeni lidhur nga frika, xhelozia ose kontrolli, dhe për t'i thënë mjaft, stop dinamikave ku nuk ndiheni më të lirë. Sa më shumë që pranoni mbylljet dhe lëshimet me vdekjen, aq më shumë hapësira hapet për një ndjenjë shumë të re, do thoja, që është asi i kupës, sjell butësi, ndjeshmëri dhe një lidhje më të sinqertë. Mund t'jetë edhe dikush i ri, ose mund ta keni ju këtë dashuri edhe për veten tuaj. Edhe për sa i përket punës, duket se çliroheni nga ato modelet e vjetra që ju kufizojnë dhe nisni të kërkoni projekte më të ndershme, që ndiheni më në paqe me veten dhe janë më në paqe me vlerat tuaja. Prandaj këshilla e kartës paqe është të mos luftoni me atë që po vdes dhe mos nxitoni pas asaj që do të lindë. Qëndroni pak në mes edhe merrni frymë thellë. Kalojmë tek muaji korrik. Karta qendrore është strength, forca, 4 monedat, rrota e fatit dhe Prism Oracle, comfort, rehati. Çfarë thon kartat për muajin korrik? Në muajin korrik është duke lëshuar është duke u lëshuar frika dhe kontrolli, pra ju i hapni derë një faze më të butë, ku forca juaj e brendshme, ndryshimet e mira dhe kujdesi për veten bashkohen për t'ju çuar në më shumë siguri dhe rehati me Prism Oracle, comfort. Dhe në dashuri, ju lironi dorën nga frika dhe kontrolli, duke zgjedhur të dashuroni me forcë të butë e dinjitoze,
që tërheq njerëz, po aq të guximshëm dhe të sinqert sa ju. Pra, më në fund, liroheni nga lidhjet ku kontrolli dhe frika flasin më shumë se zemra. Për sa i përket punës, kartat këshillojnë të mos mbaheni me thonjë pas sigurisë së vjetër, sepse rrota e fatit mund të sjellë mundësi më të mira se sa ato që po mbroni me çdo kusht, dhe Comfort thot lejoni veten të zgjidhni rrugën më të butë kur është e mundur dhe ulni pritshmëritë ndaj vetes. Kalojmë tek muaji gusht. Karta qendrore është asi i shpatave, magjistari, bota dhe hapësirë me Prism Oracle. Çfarë thot muaji gusht? Gushti ju sjell një klik të madh në mendjen tuaj. Shihni më qartë, vendosni më prerë dhe kuptoni se cikli i vjetër po mbyllet. Ndaj ju duhet hapësirë e pastër për fillimin e radhës. Ju këshilloheni nga kartat që të flisni hapur, pa lojra e nënkuptime, të thoni çfarë keni në zemër, çfarë ju dhëmb dhe çfarë dëshironi vërtet nga një lidhje. Vendosja e kufive dhe krijimi i hapësirës personale nuk do të thotë ftohtësi, por respekt për veten, dhe kjo hap derën për një kapitull më të pjekur, ku ndiheni më të plot dhe më të lirë. Edhe në punë, gushti ju shtyn të merrni një vendim të pjekur, ku ndiheni se duhet të mbyllni gjithçka që nuk ju çon më përpara, dhe Prism Oracle me hapësirë ju shërben si filtr që sa herë të ndiheni të ngarkuar, hiqni një angazhim ose detyrë jo urgjente. Kalojmë tek muaji shtator. Në muajin shtator, karta kryesore është 9 monedhat, ylli, faqja e monedhave dhe dhimbje me Prism Oracle. Çfarë thon këto karta për muajin shtator? Në shtator ju po dilni nga një periudhë plagësh dhe zhgënjimesh, duke hyrë në një fazë ku qëndroni më të fortë në këmbët tuaja, si emocionalisht, ashtu edhe materialisht. Dhimbja nuk fshihet, por kthehet në mësim dhe karburant për vetë mjaftueshmëri, vetë vlerësim dhe ëndra të reja. Për sa i përket dashurisë, duket se mësoni të mos e matni më vlerën tuaj nga miratimi apo mungesa e tij tek të tjerët. Ju do të shëroheni, duke kuptuar se mund të jeni të plotë dhe të dashur dhe edhe në këmbët tuaja. Me këtë siguri në brendin tuaj, lidhjet që do të krijoni ose që do të mbahani janë më të shëndetshme, sepse nuk ndërtohen mbi frikën e braktisjes, por mbi zgjedhjen e përditshme. Prandaj në punë duket se ju filloni të shihni frytet e mundit tuaj dhe i përdorni mundësitë e reja për t'u bërë edhe më të pavarur ekonomikisht. Kalojmë tek muaji tetor. Karta kryesore është 10 shkopinjt, 6 shpatat, mbreti i kupave dhe Sadness, trishtimi. Çfarë thon kartat për muajin tetor? Tetori është një muaj ku ju lejoni zemrën të qaj, derisa trishtimi shndrohet në urtësi. Për dashurinë kjo është periudhë shërimi, jo dramash të reja. Lejojeni veten të trishtoheni për atë që nuk funksionoi, por pa u kapur pas historive të vjetra. Sa më shumë të silleni si mbreti i kupës, aq më shpejt krijoni hapësirë për lidhje të buta dhe të pjekura. Nëse mbreti i kupave është lënduesi juaj, atëherë kjo lidhet me kartën e Sadness, trishtimit dhe largimin. Ju po lundroni larg këtij modeli,
ku ka mungesë të theksuar përgjegjësie dhe emocionale, ndërsa për punën mendoj se këshillohet të mos mbani më çdo përgjegjësi mbi supe, por t'i delegoni punët. Këshilla e kartave është që të mos e shtyni trishtimin poshtë tapetit, por lejojeni të dalë përmes lotëve, nxirreni atë. Kalojmë tek muaji nëntor. Karta kryesore është 4 shpatat, kalorësi i kupave, budallaj dhe protection. Çfarë thot muaji nëntor? Gjatë nëntorit, duket se ju merrni një pauzë të thellë për rigjenerim dhe higienë emocionale, që më pas hap derën për një aventurë të re në jetë. Pushimi në këtë rast nuk është luks, por është një urdhër hynor, dhe në dashuri vjen një gest i butë, një ftesë, një bisedë ndjerë, dikush që ju afrohet me zemër në dorë, mund të sjellë ngrohtësi pikërisht kur keni nevojë më shumë. Ju këshillohet përmes kartave të mos ja përplasni derën në fytyrë për shkak të lodhjes ose frikës. Lejoni që zemra të pushojë, por edhe të pranoj që diçka e re, freskët dhe lozonjare me The Fool, budallajin, të mund të hynë në skenë. Për sa i përket punës, duhet të ndaloni për t'u rikuperuar dhe më pas të hapni një kapitull të ri profesional, duke ndjekur një drejtim që ju bën të ndiheni më të gjallë. Kalojmë tek muaji dhjetor. Në dhjetor, karta qendrore është bota, 4 shkopinjt, 3 shpatat dhe reflektim. Çfarë nënkuptojnë këto karta? Në dhjetor ju hyni në energjinë e botës, pra një cikël që mbyllet me sukses, me ndjenjën se pjesët e vetes më në fund të lidhen në një të tërë më të integruar, ndërkohë 3 shpatat dhe reflektimi këshillojnë të mos e anashkaloni dhimbjen që ka mbetur, por ta njihni atë, ta vajtoni dhe ta ktheni në urtësi që të hyni në vitin tjetër më të lehtë dhe më të vetëdijshëm. Për sa i përket dashurisë, 4 shkopinjt sjell atmosferë feste, stabiliteti dhe shtëpie. Mund të ketë takime të ngrohta familjare, momente afrimi ose një ndjenjë se më në fund jeni në vendin e duhur me njerëzit e duhur. Megjithatë, 3 shpatat tregon se pavarësisht arritjeve, ekziston ende një dhimbje zemre, zhgënjim apo kujtim i hidhur që kërkon pranim. Kjo kartë nuk prish festën, por ju kujton se mbyllja e vërtetë e ciklit kërkon të pranoni plagët dhe t'i shkulni shpatat nga zemra përmes faljes, vajtimit ose fjalëve të sinqerta. Reflektoni mbi plagët tuaja për t'i shëruar dhe festoni me një zemër të lirë nga e kaluara. Muajt më të favorshëm për dashurinë, unë mendoj që janë kryesisht prill dhe qershor. Muajt më sfidues mendoj se janë janari dhe shkurti. Doja të shtoja dhe diçka, kujdes me makinën kur udhëtoni. Unë ju uroj gëzuar festat dhe paqim.